Përshëndetje, jam Eduardi, vi nga qyteti Fierit, kam pas probleme me mbipeshën 140 kg. Ndodhur në këto kushte, me probleme me diabet, me tension, probleme familjare, arrita që të veja në klinikë në Tiranë që të gjeja zgjidhje. Dhe më sugjeruan të vija një balon gastrik, që nuk dha rezultat, plus më bëri stomaku me ulçra, më pris stomaku. Duke mos gjetur zgjidhje me balonin që unë vendosa, sepse diabeti po më ngrihesh her pas here, dhe ju drejtova një klinikë tjetër në Tiranë, te Liv Spital, konsulta që unë bëra në Tiranë, më sugjeruan që baloni gastrik nuk ishte efikas për mua, sepse nuk kishte rezultate. Dhe më sugjeruan që të nisesha drejt Stambollit. Ditë shumë të afërta unë nisem direkt për Stamboll për të bërë konsulte me doktorin, për ndërhyrje për të bërë operacion. Dhe brenda 3 ditëve, 4 ditëve unë jam nisur për Stamboll, që u bë analizat të gjitha dhe më pritën një staf shumë i mrekullueshëm, më pritën dhe spitali ishte Liv Spital, një nga spitalet më të mira në Stamboll, për mendimin tim, me staf të mrekullueshëm. Dhe unë sot jam me rezultatet nga më të mirat, unë hoqa hilacet e diabetit dhe brenda 2 muaj e gjysmë, 3 muajsh, unë kam rënë 37 kg, dikur që G-Box nuk më përtheje shumë sot. Kam rilindur dhe njëherë. Dikur pandallohen dhe mia dhe sot kanë dalë jashtë përdorimit. S'di ku t'ja fal.